Mirë mbrëma dhe mirë se u gjem shikues të nderuar edhe me këtë emision të radhës të drejt për drejt Provita. E këtë emision ne sonte do e realizojmë bashkë me Ministrin e Shëndetësisë zotin Azir Aliun, me cilin do flasim edhe një herë në mënyrë më detaje rreth risive, planeve, problemeve dhe gjithçka që mendojmë se është me rëndësi të dimë në aspektet të funksionimit të Ministrisë së Shëndetësisë, por për atë se çfarë krejt do të flasim, juftoj që të na ndiqni, duke ju informuar se edhe sot më në fund u miratua ligji i ri ose ndryshimet në ligjin për dhurimin vullnetar të organeve, por edhe dhurimin e organeve pas vdekjes klinike, por se çfarë ligji gjithçka që ofron këllisht, ne do të mundohemi të mësojmë fillimisht nga Ministri i Arsimit i Shëndetësisë, e më pas do të flasin edhe për detajet tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor të rëndësishëm për mua dhe më të rëndësishëm në sistemin ton ose në vendin ton. Ministër, fillimisht faleminderit që ndatë kohë, patët një ditë të ngjeshur, ja erdhët edhe nga kuvendi, pastaj patët edhe gjatë gjithë ditës takime të ndryshme rreth detyrave dhe obligimeve të juaj. Çdo herë kënaqësi të jemi bashkë me juve në këtë studio të mirë dhe me një qasje që profesionalit që çdo herë keni pasur. Kënaqësi. Faleminderit gjithashtu. Minister, kohë më parë, më saktë ca orë më parë, u ndryshua, unë do të them, ligji apo jo për dhurimin e organeve. Çfarë do të thotë kjo për ne? Ne e dim se ne kemi vetëm koordinator nacional kur kemi të bëjmë me dhurimin e organeve, qoftë edhe dhurimin vullnetar, por nuk jemi, do me thonë, në qendrën eurotransplantive në Evropë. Çfarë do të thotë kjo për ne si qytetar? Mendoj që sot ka kaluar në parlament një ndër ligjet më humane që mund të votojnë deputetët tanë dhe besoj që bëjmë transformim jashtëzakonisht shumë të madh të shëndetësisë me këtë ligj. Nëse do të më jepni pak hapësirë, do t'ju kisha informuar se pse është shumë i rëndësishëm dhe pse këto ndryshime do të bëjnë këtë transformim për qytetarët dhe për shëndetësinë në përgjithësi. Sot derisa flasim, numri i qytetarëve, pacientë që presin për një organ që të kenë një jetë më të shëndosh dhe më vitale, presin me vite dhe është jashtëzakonisht shumë numri i madh. Flasim për pacientë 100-150 që janë në listë të pritjes. Nga ana tjetër, për fat keq, e dini që me ligjin e vjetër tani ligji thonë të çdo qytetar, shteti presupozon se mund të jetë donor i organeve. Por familjarët mund por të ama vendosin. Në momentin kur vdes, familjarët brenda 6 orëve kanë të drejtë të prononcohen do të jetë donor apo jo, apo do të jepet një organ nga ky pacient, nga ky vdekur apo jo. Dhe bëm analiza jashtëzakonisht shumë të disa mujore bashkë me ekspertë të ndryshëm në shëndetësi. Na rezulton që në një qytetarët nuk janë shumë të informuar sa është e rëndësishme puna e dhurimit të organit nga një i vdekur apo nga një i gjallë, pasi që ligji i trajton edhe njërin edhe tjetrin, dhe forma e dytë është sa kjo është në përputhje me fetë që janë pjesë e shoqërisë tonë. U konsultuam gjithashtu me të gjithë personat të cilët lidhen në mënyrë direkte me punën e etikës, me punën e fesë, me punën e profesionale të transplantit të organeve, dhe të gjithë një zëri ishin që duhet të ndryshon sistemi, me çka do të largohet bara nga familja për të dhënë pëlqim për një organ nga një vdekur në familja. Pse? Pasi që në atë periudhë familja është në një traumë të madhe, dhe tani trauma e dytë është kur ju e pyetni a do të mundet që një organ, një zemër apo një mëlçi e kështu me radhë, të merret dhe të transplanti bëhet në një pacient tjetër. Dhe rezultatet tregojnë që numri është shumë i vogël që thuam po. Nga ana tjetër, rezultatet në nivel botror, analizuam edhe shtetet moderne, komplet ndryshe e menaxhojnë këtë. Për shembull, në Amerikë disa shtete e kanë në letërnjoftim, thonë ndër fotografinë tonë ke një zemër e kuqe, automatikisht kur ke dhënë pëlqim letërnjoftimin e ke marrë ndryshe. Në rast të ndeshjes apo në rast të vdekjes klinike, nuk ka nevojë mjeku të pyes asnjë, thjesht nga informatat
e merr informatën është apo nuk është donor ky pacient ose në këtë rast ky i vdekur. Në rastin ton, shkuam edhe në një nivel më optimal, le të themi, që mos ju nënshtrohemi ndryshimit të këtyre lejeve të pozicjes dhe kështu me radhë, pasi që sistemi nacional funksionon, edhe ashtu tani kemi investuar 700.000 euro për një sistem, një hardware nga e para, dhe kemi tani edhe kapacitete hardverike që të mundemi një bazë e posaçme që do të krijohet një bazë nacionale për emrat, me emra dhe me pacient që do të jenë potencialisht donor. Ndruam këtë ligj dhe tani ky ligj ka tre pika të rëndësishme që do t'i ceki sonte, që mos humbim shumë kohë. E para është që definohet sakt dhe optimizohet puna administrative. Deri tani, besoni që puna administrative na merr diku në 6 shtator, derisa duhet të jep pëlqim ministri që të mundet pastaj koordinatori nacional me mjek, tulet me familjarin. Pastaj ato ma i kthen përgjigjen, ministri përsëri vazhdon me procedurën e dytë me qëllim që të vazhdohet hapi i dytë për analiza, pasi që bëjnë analiza edhe të pacientit edhe të kadaverit me qëllim që të shohin kompatibilitetin. Kështu që ishte një procedurë administrative goxha e madhe dhe harxhonte shumë kohë, e optimizuam në bazë të direktivave evropiane, do të tani ky ligj është komplet në përputhje me direktivat evropiane. Momenti i dytë që shumë i rëndësishëm, ju e përmendet, është dhënia e pëlqimit tani nga çdo qytetar kur do të shkon tek mjeku am, do të ketë mundësi nëpërmjet formularit dhe nëpërmjet sistemit terminim të jep përgjigje të pyetjes dua apo nuk dua të jem donor potencial pas vdekjes, dhe kjo është e domosdoshme që të krijohet baza me këtë lloj të përgjigjes do të na ndihmon shumë si Ministria e Shëndetësisë dhe si shtet në tërësi, si infrastrukturë, që të bëjmë krahasimin e nevojave dhe momenteve që ne i kemi për organet të ndryshme. Dhe këtu mundemi në aspekt edhe shkencor, edhe në aspekt profesional që të bëhet një komparacion edhe një përgatitje programore më të lehtë, më të shpejt për çdo pacient i cili pret një organ për të ketë një jetë më shëndetshme. Nëse nuk gaboj, nga ajo që u informova, domethënë ju tani po thoni tek mjeku familjar mundet, por sa e di ose siç nëse gabojmë mund të më korrigjoni, patjetër do e ketë pacienti të prononcohet tek mjeku familjar nëse don të vazhdon caktimin e termineve për kontrollat e mëtutishme. Dgjoni, nuk është një përgjigje. Jam për këtë. Nuk është një përgjigje e cila nuk ndryshon. Juve sot mund të thoni, jo, nuk dua, mund ta ndron mendjen çdo ditë. Se keni parasysh kur jemi neve në hall, ne mund të themi shumë lirshëm po, vetëm të hyjmë në termin, të kryjmë, mbarojmë punë. Dëgjoni, në bazë të direktivave evropiane nuk bëm një ligj i cili ulëm në zyrë dhe tani kryejmë një ligj. Ligji është në përputhje me standardet botërore dhe me direktivat evropiane. Pra, çdo qytetar ka të drejtë ta ndronë mendjen dhe të thotë sot po e nesër të thotë pastaj jo, kështu që nuk është, ajo varet nga qytetari. Pra, dhe ligji është shumë demokratik, ja japim të drejtën secilit qytetar që të vendos për veti, do të jetë donori i organeve apo nuk do të jetë, dhe kjo është edhe etike, edhe më lehtë që secili prej neve të vendosim për trupin ton dhe për organet tona, do të duam t'i donojmë pas vdekjes apo jo. Kështu që e kemi lehtësuar këtë pjesë. Pjesa e dytë që është shumë e rëndësishme, do të bëhet shteti jon, do Maqedonia do të hyjë në Eurotransplant organizatën, është organizatë e cila bën pastaj koordinim ndër institucional ndërmjet shteteve të ndryshme. Pra, do të dihet baza me organe, me persona të cilat janë potencialisht donor të organeve, dhe do të dihet nëse do të duhet një organ i cili nuk e kemi ne në shtet, nuk kemi ndonjë donor në shtet, po kemi një pacient i cili jeta i rrezikohet, i varet prej këtij organi, atëherë lirish mundet të bëhet një kërkesë në Eurotransplant dhe pastaj të mund të komunikohet me shtetin i cili e ka dhe e kundërta. Kjo është shumë e rëndësishme. Gjithashtu ruajtja e të dhënave është gjithashtu në përputhje me GDPR, është protokoll evropian i cili është i strikt dhe aty të gjithë të dhënat kriptohen, ruhen brenda dhe s'ka qasje asnjë person përveç administratorit, superadministratorit i cili është i licencuar dhe ai mund të ketë qasje në sistem me qëllim që pastaj të banë
lëvizjet e të dhënave nga një pikë në pikën tjetër nëse do të ketë nevojë. Sido që të jetë, do të gjithë të dhënat janë konfidenciale, secili nga ne ka drejt të jep një pëlqim, ai pëlqim hyn në bazë dhe këtu mbaron gjithçka. A ka gjasa eventuale ose a keni bërë ndonjë parapregaditje që të mos keq përdoren këto raste? Kjo është edhe një nga pyetjet. Si mund ta dim që ne do përdoret ose do shkon tek personi ja? Në momentin që do bëhemi pjesë e Eurotransplant organizatës, edhe GDPR-i, këto janë standarde evropiane që ju nuk mund të krijoni diçka. Ajo si standard si një bank për shembull. Sa jemi ne të sigurt sot se të dhënat në bank i kemi aty brenda, jemi për shkak se bankat licencohen që të jenë të tilla, edhe të dhënat tona sa para i kemi dhe të dhënat konfidenciale janë brenda dhe mund t'i merr veç një institucion administrativ shtetëror nëse do t'i duhen për krime të ndryshme, për analiza të ndryshme. Është e njëjta, edhe tani termini imi kemi gjithë të dhënat brenda janë përsëri me GDPR protokole, kështu që gjithçka është në standardet evropiane dhe nuk është diçka që ne zbulojmë, por është vetëm një protokoll i cili neve implementojmë. Dhe ndryshimi i tretë që është gjithashtu shumë i rëndësishëm është dhënia organeve nga pacienti gjallë në pacient të gjallë, pra do të thonë le të themi një familjar dëshiron një organ të bën donim të familjarit tjetër, deri tani me ligjin e vjetër ishte që të mundet deri në nivelin e tretë familjar, në linjen e tretë familjare, tani e shtuam në linjen e katër, pra mundet edhe kushëriri i parë të donon organ në familjen e tij. Pra të gjithë protokollet janë ashtu strikte edhe funksionohet çdo hap i lëvizjes nga momenti i nevojës deri tek momenti i transplantit është i evidentuar mirë. Ne përgjithësi si vend, si popullat, si qytetar, llogaritemi si persona human, por nga ana tjetër nuk e di tani, a nuk kemi pasur mjaft sharrime se sa më rëndësi është qoftë në aspektin profesional, qoftë nga aspekti, siç thatë edhe vetë, fetar, dhe jo rastësisht të e theksoj këtu se çfarë ministria do bën, domethënë, dhe ka plane apo jo si të ngrit vetdijen e qytetarëve për këtë ligj dhe për rëndësinë e dhënies vullnetare të organeve. Ne kemi filluar prej personit të shëndosh tek tjetri apo ku kemi domethënë vdekje klinike. Ne kemi filluar me karavanet në Gostivar, duke të ishte dikon tjetër, po. Në Gostivar ishim përpara 3 ditëve, kështu që çdo 2 ditë javë do të kemi nga një tribinë informative ku do të merret pjesë, koordinatori nacional merr pjesë, ministri, institucionet lokale fetare, institucionet lokale administrative, kështu që i informojmë qytetarët edhe për ligjin tani edhe për mundësit për të ndihmuar, për shkak se nga të gjitha anët, si në aspekt fetar, ashtu edhe në aspekt etik njerëzor, pra është shumë e rëndësishme që të jemi human. Në botë tash një nga indikatorët se sa shoqërit janë të ngritura, është edhe ky indikator, sa ne japim për shoqërinë, jo sa marrim nga shoqëria. Pra të ndihmosh një jetë dhe të ketë një person një jetë më cilësore nuk është pak. Nga një person i cili ka vendosur të dhuronte organet, e dini që mund të përmirësojmë jetën e 8 personave tjerë, mund ta paramendoni. Kështu që nuk është pak, për shkak se janë forma të ndryshme dhe nevoja të ndryshme të pacientëve. Pra, edhe një herë potencoj nga një qytetar i cili vendosën të dhuron organet, mund të shpëton 8 jetë, apo 8 jetë mund të kenë jetë më cilësore, të jetojnë më lehtë, të jetojnë më mirë dhe më shëndosh. Po. Ta rëmbullaksojmë këtë temë, ose ta përfundojmë këtë temë, jo që nuk ka çfarë të flasim në këtë drejtim, sepse është tema më e bukur që mund të flasim. Po, pajtojmë definitivisht. Tani shkojmë me një tjetër, mund të themi risi, pse jo reform nuk di, ja mund ta quajmë se ende nuk ka filluar të zbatohet. Vizita juaj në Bruksel, ku nënshkruat marrëveshje bashkëpunimi me BE-n, më saktë Euro Health. Për çfarë programi bëhet fjalë, ku janë benefitet nga ky program, sepse nëse veç më do kenë mundësi, domethënë ju thatë se do të aplikojnë, mund të aplikojnë edhe institucionet, edhe individët të caktuar për të thithur grante, por ato nuk do na vinë vetë ju. Na sqaroni këtë. Shumë e vërtet. Pra, dhe ku është benefiti, rëndësia? Këtu është kënaqësi e dy fish për mua tani si person,
që për 2 periuda të ndryshme të nënshkruaj 2 programe të ndryshme evropiane. Një ishte në vitin 2023, kur kam qenë ministër në shoqërinë informatike dhe administratën, atë shtetin e futëm në Europa Digitale, nëse ju kujtohet, dhe tani derisa flasim dikundi 6.4 milion euro nga 2023 e këndej, ka projekte që lidhen me Europa Digitale. Gjithashtu, baza më e madhe për inteligencë artificiale, një pjesë është investuar nga Europa Digitale, dhe tani kënaqësia shumë më e madhe që shtetin edhe njëherë ta fusim në infrastrukturat shëndetësore europiane, në EU for Health, është programi më i madh evropian për shëndetësi, me 4.4 miliard euro për Europën, që të mund të aplikohet dhe të thithen buxhete të ndryshme për programe të ndryshme. Për Evropën, thatë, ku jemi ne këtu? Nuk është vetëm puna e fondeve, këtu është edhe qasja në kapacitete njerëzore, në ekspertizë, ndihmë teknike nga Europa, pra ku jemi ne? Ne jemi tani të barabartë me çdo shtet evropian. Ne nuk shkuam vetëm ta nënshkruajmë këtë, kjo është një procedurë dikundi 7 muaj punë intenzive, që të bëjnë komparacionet e protokolleve tona që t'jenë në përputhje me protokollet europiane. Gjithashtu, në ndërkohë, krijuam një zyrë për projekte, zyre cila tani do të shkon në teren, gjithashtu do të bëjmë karavanin për EU for Health, që do t'i informojmë organizatat të ndryshme, startupe që merren me shëndetësi, odat e mjekëve, stomatologëve, të farmaceutëve, të gjithë sektorin privat, të gjithë institucionet private arsimore të larta, do në universitetet private dhe shtetërore. Pra, ideja është që të informojmë të gjithë qytetarët të cilët kanë diçka për të implementuar në shëndetësi, por nuk kanë pasur deri tani fonde që bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë të implementojnë këto. Dhe po të leni vetëm në nënshkrimin e kësaj hyrje në këtë botë, le të themi, digjitale europiane, në këtë fond kaq të madh, nuk është boll, pra duhet krijoni edhe kapacitete njerëzore. Kështu që kapacitetet njerëzore dihet që në ministri do të jenë vetëm për administrimin e procesit, ndërsa ekspertiza dhe aplikimi do të jetë bashkë me kompani, me organizata jo qeveritare, me universitete dhe kështu me radhë. Pra, është një mundësi jashtëzakonisht e madhe, për një portë shumë e madhe, për edhe mundësi për shëndetësinë. Kjo nuk ndalemi këtu, pra me Varhej u morën vesh që për 2-3 javë të nënshkruhet dhe një memorandum i dytë që është shumë i rëndësishëm, ajo është EU Health Space, pra të gjithë të dhënat tona të jenë kompatibile me formatin Health 7 thirrët, që të mundemi pastaj, për shembull, do të marr një shembull që shpjegohet më mirë, një pacient, një qytetar i Maqedonisë, nëse është në shtetet europiane, nëse do të duhet të trajtohet për X arsye, ka pasur një ndeshje ose diçka, automatikisht mund të agregohen të dhënat për atë qytetar në atë institucion shëndetësor atje ku gjendet. Pra, këto janë mundësi që ne qytetarët do duhet t'i ndjekim, ose shëndetësia t'i ndjek, edhe unë çdo herë e them këtë, shëndetësia duhet t'i ndjek qytetarët, e jo qytetarët të shkojnë me folderi me dokumente në dorë nga një doktor në tjetrën. Pra, sistemet e integruara në shëndetësi dhe duhet ta ndjekin qytetarin. Thjesht unë nëse do të kem nevojë të vit te ju si mjeke, mos merakosem, a e kam dokumentin me veti ose e kam haruar në shtëpi e kështu me radhë, po me një klik ju të hyni në bazë edhe ta lexoni se çfarë smundje kam ose çfarë probleme shëndetësore kam unë. Në vazhdim ne do të ndalemi në problemet më të shpeshta për cilat besoj se edhe ju i keni locuar edhe ne si qytetar, por edhe po të mos shkuanin i dimi dhe i dikun të lashet tona si qytetar, si pacient. Shkojmë me digitalizimin, deri ku kam bri ky proces, sepse me njerë nëse nuk gaboj, filluat ju, dhe me thënjë nga strategjia ju e se planet për të bërë ca reforma në sektorin e shëndetësisë, disi filluan me digitalizimin. Po, pajtohem me të vërtet është me rëndësi se mbarë vendet e zhvilluara funksionojnë gjithçka, me thënë, përmes internetit, përmes digitalizimit e kështu me radhë, por pacientët nuk pishofin, minister, dhe me thënë, këto punë që po i bëni, dhe me thënë. Si e kishit komentuar? Disa shohin e disa nuk i shohin. Nëjse rregull tani, në aspektin profesional, ata që merren, sigurisht e ua keni lotësuar. Çka nuk shohin është baza, infrastruktura. Deri ku mbriti ky dhe apo jep rezultatet e para? Gjithsesi, rezultatet e para tani më i kemi të dukshme, të kapshme edhe për pacientin, jo veç për ministrin dhe për ministrin.
Pra ajo që nuk duket është infrastruktura hardverike. Ne investuam, siç përmenda në fillim të emisionit tek ju, 700.000 euro për infrastrukturë hardverike ose për servera në ministri, që ato të dhënat tonat me standardet evropiane dhe në bazë të GDPR-it, që ti ruajmë aty ku duhet dhe me një infrastrukturë moderne dhe stabile, por fatkeq nuk ishte investuar 15 vjet në atë infrastrukturë dhe rreziku i të dhënave tona aty brenda ishte shumë i lartë. E bëm këtë të parën që nuk duket, qytetarët nuk e dinë që kemi bërë një hapësirë e cila 700.000 euro është investuar, po nga ana tjetër, qytetarët sot e kanë listën por operacione që të munden në mobil ta shojnë, Cili mjek kur e ka termini dhe sa pritet. Kështu që tani mund të hyni aty, ta shihni cili mjek, në cili institucion, sa ka pacient. Jemi duke azhuruar në kohët listë, e dini që dikundi 300 personat vdekur i kemi fshirë nga ajo listë, ishin në listën e pritjes për operacion, ato nuk janë ndërmjet neve, donë janë të vdekur ma. Pra, këto janë informata dhe lehtësimi qytetarit që të mund të vjenë në informat e saktë dhe në kohë reale. Momentalisht është duke u punuar me pak sistemi nacional që do të lehtëson edhe më shumë qasjen ndaj të dhënave edhe për doktorin, po edhe për pacientin, më shkon me CD tani ta merë radiografinë edhe ta lexon një mjek ande. Telemjekësia ma funksionon, dohen shkupi me Delçevën edhe me Dibrën. Tani në Dibër pacientët munden nëpërmjet telemjekësisë të marrin shërbime dermatologjike pa të kenë nevojë deri në Shkup të udhtojnë. Pra këto janë ato hapat të cilët janë të kapshme për qytetarin. Termini im tani komplet riorganizohet, do të jetë më optimal në aspekt të dhënjes së informatave, po edhe në aspekt të leximit të informatave, dhe diçka që është shumë e madhe që qytetarët nuk e shohin, është deri tani, algoritmi është jashtëzakonisht i mirë dhe është në fazën e implementimit që të mund qytetarit të vendosë cilat prej informatave mund të jenë të dukshme dhe cilat nuk duhet të jenë të dukshme. Pra ju, si puna e menys, do t'i keni dhe do t'i deselektoni informatat të cilat nuk doni as mjeku specialist i cili nuk e keni mjek am, t'i sheh ato informata për problemet shëndetësore që i keni. Pra dhe ky është një standard evropian, i cili standard jep thjesht menaxhimin e të dhënave, ja lejon qytetarit. Vendos qytetarit se cilat informacione do t'i ndaj. Me informatat e mia, cilat duhet t'i ndaj dhe ku duhet t'i ndaj. Si do na rezulton e shohim. Do të rezulton jashtëzakonisht mirë, pasi që ne do të menaxhojmë me çdo informatë që lidhet me shëndetin ton. Dhe shumë procese tjera të cilat realisht nuk janë të dukshme, për shembull strategjia nacionale për digitalizim për herë të parë bëhet në shëndetësi. Është strategji që tani do të hapë rrugë edhe për EU for Health, edhe për projekte tjera dhe fonde tjera. Bashkë me Bankën Botërore, nëpërmjet kësaj strategjie ne tash investojmë 205 milion euro. Për atyre 205 milion euro, 74 milion euro investohen në Tetov, në spitalin e Tetovës, dhe 18 milion euro investohen në spitalin e Kërçovës, për të bërë regionalizimi dhe implementimi e infrastrukturës në shëndetësi në përputhje me direktivat evropiane. Pra, këto janë disa projekte të cilët disa veç kanë filluar të japin rezultate, të tjera duhet të vazhdohet edhe të implementohen. Derisa jemi tek çështja për cilat ju mendoni se me të vërtet keni dhe jeni të bërë punë të madhe, ndonë se tham tani pa keq kuptime, pacientët nuk i shohin, i sqaruat këto, çfarë do kishit veçuar që të ndalemi pastaj tek problemet dhe pikat më të dobta dhe thjesht për reformat cilat ndoshta duam t'i shohim dhe i presim me dekada. Ja, onkologjia është një nga klinikat më senzitive edhe për qytetarët, edhe për pacientët, edhe për mjekët, edhe për ministrin. Pra, onkologjinë e disperzojmë, tani në Tetov do të ketë edhe barna të cilët janë në nivel të ambulantës, do të mund të merren. Kjo është gatë vetëm është... Se me të vërtet e kemi trajtuar, dhe me thënë edhe pak më herët. Në Tetov edhe tani ma funksionon, pra duhet vetëm edhe një aparat të blehet me qëllim që të mund të bëjnë kombinimet edhe tjepet aty. Pra procedura në Ministri të Shëndetësisë ka filluar dhe është procedurë që do shkon shpejt. Në Manastir edhe në 8 shtatori gjithashtu, pra nuk do t'jetë veç në onkologji. Onkologjia tani ma riorganizohet brenda, nëse keni informata aty tani ma nga aspekti i pritjes deri tek aspekti i toaleteve dhe infrastrukturës bazike brenda për fatkeq, dhe do të shkohet edhe një kat lart me qëllim që të mund pastaj të lehtësohet pjesa
e përdhesës ku janë pacientët e ku janë në numër të madh, e kuptueshme nga gjithë shteti shkojnë aty. Sipas planeve tuaja, domethënë sa kohë na duhet që të shohim, domethënë përfunduar këtë projekt, se edhe vetë atë është një klinik ku me të vërtetë pra në aspektin e ministrisë, domethënë edhe rënd flasim për to, mos flasim që në kushte edhe me shumë problema i kemi trajtuar këtu buxheti është pra buxhet ka. Kur mund t'i presim këto? Për onkologjin buxhet tani veç është sepse po ndar, flitet që ende pacientët se marrin terapinë e duhur, ende pritet rend shumë, ende janë të maltretuar. Edhe ashtu nga vetë smundja. Nuk pajtoj me juve që nuk e marrin terapinë e duhur, përkundrazi në onkologji merret terapia e cila është me standarde evropiane, bile edhe në disa shtete evropiane nuk e dini në onkologji ka disa nivele të terapive në varëshmëri nga formula që është edhe po jo veç edhe nga faza, po edhe nga pagesa sa është çmimi. Pra në aspekt të trajtimit ne jemi në nivel shumë mirë, në nivel evropian flas shumë mirë, pra këtu nuk mungon diçka. Mungon aspekti disperzimit të onkologjisë, se gjithçka është fokusuar në Shkup dhe mund ta paramendoni një qytetar nga Gostivari, nga Dibra, do duhet të udhton deri në Shkup për 2 minuta të merr terapinë dhe të kthehet prapë. Janë gjendje shëndetësore të cilat janë të rënduara dhe kjo është pse ne realisht në shëndetësi do duhet të bëjmë disperzimin e onkologjisë. Nga ana tjetër mos harroni që unë jam ministër veç një muaj e gjys, kështu që për një vjet e një muaj kaq mund të bëhet që të jenë edhe të dukshme edhe të kapshme për qytetarët. Okej, një lehtësim është gjithashtu edhe tani më veç kemi edhe databazën për numrin e saktë të mjekëve, të infermierëve që janë të përcuar në institucionet edhe qarkullimi tyre, domethënë do dihet saktë se kush si funksionon dhe me këtë ndoshta edhe siç keni paralajmëruar ju do të zbutet pak ajo çështja, ai problemi i madh që kush kur është në punë, ku është në punë e kështu me radhë. Këtë shumë shkurt nëse keni diçka të shtoni dhe a kanë filluar të shifen rezultatet pozitive nga kjo që keni bërë, që të ndalemi pastaj tek problemet, se me të vërtet ministër, ku apo na ik shpejt? Po, vetë tani kemi rezultate, shpejt atër shumë shpejt çka kemi bërë, përveç që e dim tani numrin real, në kohë reale, se e dini ajo është materie gjallë, nuk mund të thoni kam 5 mjek sot, nesër mund t'i keni 6, po mund t'i keni edhe 4, për shkak të pensionimit, dikush lëvizën në sektorin privat dhe kështu me radhë. Pra në kohë reale tani e dim sa kemi mjek motra medicinale teknik në institucione shëndetësore në nivel të shtetit. E dyta është kemi kërkuar nga çdo institucion shëndetësor që të bëjnë analizë funksionale të institucionit. Çka nuk kupton ajo? Thjesht institucioni në bazë të analizës funksionale do të definon funksionalitetin dhe dhënien e shërbimeve shëndetësore për qytetarët në atë region që jep shërbime shëndetësore dhe në bazë të kësaj do të bëhet risistematizimi i institucionit që të dim realisht sa mjek dhe çfarë lloj të kapaciteteve njerëzore, motra medicinale dhe teknik do të na duhen në atë institucion shëndetësor. Kjo na lidhet me specializime dhe subspecializimet. I kemi ndryshuar komplet kurrikullat për specializime. Tani me specializimet do të ketë edhe specializimet të përgjithshme, internistike që nuk kanë qenë deri tani. Dhe do të mundemi për 4 vjet dhe për 5 vjet kemi specialist dhe pastaj për 2 vjet nëse dëshiron dikush të shkon në subspecializim dhe do të kemi kuadër i cili na nevojitet në institucione shëndetësore. Çka ka ndodhur deri tani t'ju informoj, thjesht janë hapur specializimet pa një analizë duhur, na duhen apo nuk na duhen këto profile mjekësh. Për shembull, sot ne kemi profile të mjekëve të ginekologjisë për shembull, të cilët në një institucion kemi më shumë se sa na duan. Në institucionin tjetër kemi mungesë. Kemi mungesë të infektologëve për shembull, thjesht nuk ka dhe specializant ka shumë pak. Pra është bërë një menaxhim i cili nuk është definuar në bazë të nevojave dhe të dhënave, por është definuar në bazë të interesave të përgjithshme ose interesave klanore ose interesave të cilët janë lidhur me shoqërinë. Keni menduar, ministër, çka nëse nuk mund të arrini këtë, sepse ndoshta dikujt nuk mund t'ja imponojmë neve se në çfarë do të duhet të specializojnë? Çka me këto raste? Shteti duhet të banë, gjithkundi është në nivel botror, shteti duhet të banë projekcion të profileve shëndetësore në bazë të infrastrukturës. Këtu lidhet edhe demografia. Dini që edhe struktura demografike ndryshon, edhe tash ju keni shërbime
të reja që duhet ne t'i japim në institucione shëndetësore që nuk i kemi pas më herët. Për shkak se e dini që neve si shoqëri tani plakemi, me plakje të shoqërisë, smundjet janë të ndryshme tek personat më të vjetër se sa tek trit dhe duhet të adaptohemi në bazë të demografisë. Kështu që duhet të adaptohemi edhe në bazë të ekspertizës që neve na duhet në shëndetësi dhe çdo shtet i cili është serioz që të krijon një shëndetësi serioze bën projekcione. Këtu bëjmë projekcionit për 10 vjet, nuk bëjmë për 1 vjet apo për 2. Për atë shkak bashkë me Ministrinë e Arsimit kemi krijuar grupin punues që do të bëjmë një strategji nacionale 10 vjeçare, ku Ministria e Arsimit do të hap vende të lira për shkollë të mesme profesionale, motra medicinale dhe teknik në fushat që neve na duan dhe në fakultet do të hap mjek aq sa do të ketë nevojë shteti. Pastaj, atë pyetjen që e bat ju, nëse dëshiron dikush të specializon diçka që shteti në moment nuk ka nevojë, do të mund ta bën atë me specializime private. Si do zgjidhet çështja e specializantëve privat? Këta janë lënë pak më anësh. Pra, specializantët privat për fat keq janë lënë anësh për shkak se s'ka pasur as ndonjë material, ndonjë dokument i cili do të mund ta ndjek pastaj në ngritjen edhe ndihmën e ministrisë për këtë kategori të specializantëve. Unë kam pasur disa takime me këtë kategori. Për fat keq, edhe në këtë fazë ato marrin diku 26.000 denar në muaj, që është një shumë e vogël, dhe ato detyrohen të punojnë edhe privat, që të mund të mbijetojnë muajin, pasi që e dim që një numër i madh i tyre nuk janë nga Shkupi, do duhet të jetojnë këtu në ndonjë banesë me qira, do duhet të hajnë të pinë dhe të punojnë 8 orë në klinik. Pra, nga ana tjetër kjo ndikon negativisht në performansën profesionale të tyre. Pra ato nëse punojnë privataj nuk do mund të shkojnë në turnuse të ndryshme, kështu që ndikon negativisht në performansë. Unë jam ulur me ato dhe kam biseduar, do duhet të gjendet një zgjidhje e cila do të jetë zgjidhje adekuate që mos ndikon negativisht në cilësinë e specializimit te kjo kategori. Për fat keq, është si gjithçka që ka ndodhur në shëndetësi, është nisur një proces dhe nuk është menduar deri në fund se si duhet të procesohet dhe si duhet të mbarohet. Teksuat se sallat të cilat i operacionit që i promovuat muaj më parë, këto ditë duhet të fillojnë të punojnë. 3 korik, 3-4, po, ato është faza administrative. Edhe pse ndodhi që ka të shko e gjatë... Këto janë procedura standarde, gjithandej në përbot. Mos them çfaritet ke. Pra, janë ekspert, që ne nuk i kemi këto ekspert, pra nga Gjermania momentalisht janë duke punuar në këto 6 salla që janë në fund. Pra, bëhet ridefinimi i proceseve brenda dhe testimi i tyre, brenda për brenda. Pra, çdo pajisje, çdo infrastrukturë që është implementuar aty do duhet të testohet, të verifikohet edhe pastaj me shkrim do të dokumentohet dhe të jepet si e tillë në pronësi të klinikës. Pas kësaj 3 ditë do duhet harxhohet për bris, merret bris dhe do duhet të del negativ rezultati, pastaj herën e dytë edhe herën e tretë dhe në fund pastaj jepet në pronësi komplet edhe infrastruktura, edhe menaxhimi i sallës në nivel të klinikës. Pra në bazë të takimeve, domethënë se është dashur kohë. Ashtu i bie, apo jo se... Fakt është që duhet kohë, gjithçka është gati, përveç që nuk mund të operohet brenda, se do duhet kjo procedurë administrative... Se keni parasysh se kjo ka ndikuar edhe në rritjen e zgjerimin e listës së pritjeve? Po, shumë e vërtet, megjithatë tani në 3 korik, maksimum në 4 korik, pra domethënë ato më thanë deri në 29 qershor që do të mbarojnë me procedurën e definimit dhe riorganizimit edhe projektimit administrativ, të dokumentacionit për këtë fazë. Unë edhe një ditë tepër ju dash që për x arsye nëse ndikon në testim. Punë kryer. Po, kjo është punë e kryer, për shkak se është me shkrim. Do në 30 qershor ato mbarojnë, ja edhe 3 ditë do t'i ketë Instituti për Shëndet Publik. Ja plus edhe një ditë t'ju japim për x arsye nëse del testi pozitiv. Pra edhe 4 ditë, 3 ose 4 korik do t'jenë sallat në shërbim të pacientëve brenda. Dhe këto 6 salla përveç që do të lëshohen, automatikisht 4 tjera do të fillojnë të punojnë. Janë salla me standarde botërore, kisha thënë, me garancion 100 vjeçar, gjithçka që është brenda e investuar në këto salla, pra do të kemi një infrastrukturë e cila do të mburemi dhe qytetarët do të marrin shërbime vërtet evropiane. Diçka tjetër që me të cilat edhe qytetarët do jenë të kënaqur e që mendoni se duhet të na informoni që e keni
pas në plan, jeni duke e bërë? Pra, atë që kam bërë dhe që mendoj që qytetarët do të ndjenë shumë shpejt është zgjidhja e problemeve, ma nuk bëhet ad hoc, po kemi definuar protokolle për çdo mundësi të çdo problemi që mund të shfaqet në institucionet shëndetësore në Maqedoni. Pra, tani ma kemi definuar thjesht dhe kemi kryuar edhe zyrën që do të mund të menaxhon me çdo proces i cili mund të ndikon negativisht në shoqëri. Përveç projektit EU for Health programës, ne tani fituam edhe një projekt me NATO-n, që do të mund të menaxhojmë edhe me kriza në shoqëri, pra si kriza që na ndodhin në Koçan për fatkeq apo në Tetov e kështu me radhë. Pra këto kriza tani ma do të menaxhohen në bazë të një institucioni i cili do të krijohet në Ministrinë e Shëndetësisë. Mos e harroni edhe tjetrën që është shumë e rëndësishme për mua, tani është nxehtë, dini që kemi nevojë më shumë për ndihmën e shpejtë se sa më përpara. Pjesa automatikisht do jetë për këtë çështje që gjithashtu do ndërlidhet me probleme tjera. Atëherë, ja, për herë parë tani ndajmë edhe ndihma e shpejtë do të jetë institucion i pavarur, me qëllim që koordinimi vertikal të jetë shumë më i shpejtë edhe në kohë reale dhe të mund të investohet, pra kaloj një qeveri dhe tani bëhet institucion i ri, i cili institucion gjithashtu paralelisht me paramedikët. Paramedik është profil i personave të cilët do të studojnë 3 vjet fakultet dhe nuk do të jenë mjek, po do të jenë të aftë të japin shërbime për triazh dhe për trajtim të personave, pacientëve apo qytetarëve të cilët kanë ndeshje apo nuk ndjehet mirë me shëndetin. Pra të gjitha këto paralelisht do duhet të punojnë që të krijojmë një sistem i cili do të jep shërbime në kohë reale dhe në fund duke marrë parasysh edhe infrastrukturën, e dini që është në fazën e fundit, tani më është nënshkruar gjithçka për të blerë 100 vetura, të cilat do të dispersohen në nivel të shtetit. Edhe do të kemi infrastrukturë, vetura me pajisje komplet moderne brenda, në ndërkohë do të kemi një institucion i cili është i pavarur, do të kemi kapacitete njerëzore paramedik me 3 vjeçar që do të punojnë atje dhe nuk sot kemi edhe atë sfidë, kemi mjek në këto institucione. Pra këto sfida, paralelisht kemi gjetur zgjidhje që të mund t'i mbulojmë dhe të kemi një sistem i cili vërtet koha e matjes nga momenti i thirrjes së ndihmës së shpejtë do të jetë do shkurtohet më shumë. Gjithçka shkon sipas planit, dhe vetëm lidhjen e fundit, pra vëreni të gjithë zgjidhjen e problemeve e shohim në çdo aspekt. Për shembull, nuk bën veç blerjen e veturave 100, so shumë ma lehtë. Hapni tenderimin, i bleni 100 vetura dhe thoni ndihmuam ndihmën e shpejtë. Nuk është ashtu. Aty duhet të mendoni çka do të bani me kapacitete njerëzore. Pra definojmë për herë të parë paramedikët një program studimor i cili nuk ekziston momentalisht në Maqedoni. Po edhe komunikimi është shumë i rëndësishëm, prandaj krijojmë edhe një softver i cili në kohë reale do ta ndjek pacientin, por edhe në kohë reale mjeku do t'i jep informata paramedikut, kolegut vet online, duke pasur tek ndihma e shpejtë personat të cilët janë të punësuar, do të kenë edhe kamerë në trupin e tyre, pra në tesha, që të mund edhe video edhe audio të komunikohet direkt me qendrën. Edhe për të rast telemedicina mund të përdoret këtu. Po, edhe telemedicina të përdoret këtu, po nga ana tjetër edhe të mundeni të definoni hapësirën dhe vendin ku do të trajtohet ky pacient. Për shembull, nëse do duhet të trajtohet ose të nënshtrohet operacionit, automatikisht ekipi i operacionit derisa ky transferohet nga një qytet në Shkup ose nga një vend në vendin tjetër të përgatitet dhe mos humbet kohë. Pra këto janë ato procese në shëndetësi të cilat mburemi të gjithë. Po kërkojnë kohë, ministre, dhe juve po thoni gjatë gjithë kohës do të. Prandaj po them, ka ndonjë strategji ose plan kur mund ta presim që të shohim edhe këtë. Po ja, veturat veç kanë mbaruar procedura, pra paramedikët në senat të universitetit duhet kalojnë dhe këtë vit do hapen, 3 vjet ju duhet që të prodhoni paramedik, s'mundeni për 3 vjet. Deri atëherë do kemi një qendër të këtij? Jo, qendra s'ka lidhje me këtë pjesë. Qendra do të krijohet. Sepse edhe shtëpia e shëndetit tani ku e ka rolin? Po tash nga shtëpia e shëndetit do të ndahet ndihma e shpejtë, do të jetë institucion në veti, ajo kaloi në qeveri tani më, përpara 2 javësh ka kaluar në qeveri. Pra ky institucion tash do jetë i pavarur nga shtëpia e shëndetit, edhe do të menaxhon vetëm me këtë pjesë. Pra nuk do të jetë pjesë e shtëpisë së shëndetit dhe ai tani më ka kaluar në qeveri, pra kërkon kohë. Nuk mundeni të krijoni doktor për 5 ditë, duhet 5 vjet. Paramedik do duhet 3 vjet, motër medicinale 4 vjet shkollë mesme, kështu që
tragedia më e madhe është që s'ka pas një strategji nacionale për krijimin e kapaciteteve njerëzore. Kjo është tragedia. Përmendet se e keni përpiluar edhe një strategji të re. Neri tani nuk e kemi shfletuar, po tani nuk di për çfarë konkretisht bëhet fjala e strategji. Çka është diçka që mendoni se mund ta theksoni për shikuesit e këtij emisioni? Çfarë është ajo risi? Sepse ne edhe ashtu kemi pasur ca strategji, jo që s'kem pas, po kohë më të shkurt, ose janë zbatuar, janë ndruar ministrat dhe kanë ngelur pa u realizuar. Pra, atë në fillim që e thash, kur krijoni një sistem në shëndetësi, pra pavarësisht kush e menaxhon shëndetësinë, duhet ta menaxhon në përputhje me këto strategji dhe me këtë sistem. Për atë shkak, unë si inxhinier që jam, puna e parë që bëra është të krijojmë sistem i cili nuk do të varet më nga njeriu, po do të menaxhohet në bazë të këtyre performancave të definuara në strategji, në protokoll apo në program të ministrisë. Pra kemi disa strategji, nuk kemi veç një nga ato, unë e përmenda është strategjia për digitalizim apo transformim digital të shëndetësisë. E dyta është strategjia për kapacitete njerëzore që përsëri e përmenda, pra 10 vjeçare që do të dihet sa mjek do të na duhen në 2028-ën, sa në 2030-ën, sa në 2035-ën dhe kështu me radhë. Pra këto janë ato dokumente të cilat edhe Banka Botërore dhe çdo fond tjetër t'i kërkon në bazë të këtyre dokumenteve të japin mundësi të menaxhosh me paratë e tyre me qëllim implementimin e programeve. Mos të harrojmë që strategjia tjetër për parandalim të smundjeve shumë e rëndësishme, që është dhënë shumë pak i fort nga menaxhmenti përpara meje që kanë menaxhuar me ministrinë. Për fat keq, kemi pasur screening veç të disa smundjeve, të disa kancereve të cilët kanë qenë, po nuk e kemi zgjeruar. Tani më kemi 7 programe për screening që do të ndjekin dhe do të detektojnë smundjet malinje ose kancere të ndryshme në fazat të hershme. E dini që shumica prej tyre nëse do të zbulohen në fazën e hershme janë të kurueshme. Mund të trajtohen, po edhe të tjera të cilët nuk janë në fazën e hershme mund të ketë më pak probleme shëndetësore pacienti dhe të ketë një jetë më cilësore. Pra, kjo është ajo qasja të cilën ne dëshirojmë ta kemi në shëndetësi dhe e fundit në këtë pjesë është infrastruktura. Pra disperzimi i shëndetësisë jo vetëm në Shkup, po edhe në qytete tjera. Ju derisa flasim kemi specialistë në qytete tjera të cilët s'kan bërë operacion me muaj, me vite dhe marrin rrogë si specialist, për shkak se s'ka infrastrukturë. Kështu që nuk do të mund të ndodhë kjo në të ardhmen, pra do duhet të programohet kjo pjesë, ndërsa në aspekt të infrastrukturës fizike e përmenda në Tetov bëhet qendra regionale, pra spitali Tetovës me 74 milion euro nuk do duket kështu si është sot, pra është një komplet riorganizimi i Tetovës, spitalit të Tetovës. Në Kërçov do të fillohet nga e para, 18 milion euro do të ndërtohet objekti i cili do të jep shërbime cilësore për shëndetësinë sekondare. Kështu që kjo është ajo qasje. Në spitalet tjera, gjithashtu ju informova, në bazë, ne kemi edhe bazën tjetër, jo vetëm të kapaciteteve njerëzore, kemi edhe bazën të infrastrukturës, pra ne dim sa aparatura i kemi edhe në çfarë spitali i kemi, sa janë të vjetra, janë në garancion apo nuk janë në garancion, dhe në bazë të kësaj do duhet të investohet në shëndetësi në përputhje me nevojat. Pra nëse keni në një qytet një aparat i cili është 10 vjet i vjetër dhe është funksional, dhe në qytetin tjetër që është 20 vjet dhe është funksional, prioritet duhet të jepet për ta ndruar këtë 20 vjet, jo këtë 10 vjeçare. Pra, kështu duhet të investohet në shëndetësi me qëllim që të kemi edhe infrastrukturë moderne, edhe persona të cilët janë të trajnuar. Pasi përmendi trajnime, gjithashtu strategjia tjetër është trajnime të domosdoshme për mjekët dhe motrat medicinale, të cilët tani do të ketë një fond në Ministrinë e Shëndetësisë, pra e dini që deri tani mjekët shkojnë në për konferenca të ndryshme dhe në trajnime, ato si gjenden, pra nëpërmjet vetanake qoftë me sponsorimeve të ndryshme, që nuk është mirë, pasi që drejtori duhet të definon kapacitetet e mjekëve në bazë të shërbimeve që jep ai spital apo ajo klinik, dhe kështu të ketë performancë të mjekut në bazë të nevojave të spitalit, e jo të ketë një mjek i cili ka shku në ndonjë specializim, po nuk është kompatibil me shërbime shëndetësore që jep. Lista pozitive u zgjerua, pastaj paralemruat se do kemi edhe ca ilaçe të cilat do të ulen në aspekt të çmimit. Çmimi do i ulet atyne, por kemi edhe shumë telashe tjera sepse
mendojmë se shikuesit më saktë pacientët kërkojnë domethënë ilaçe edhe më tepër në listën pozitive, se e dini që në çfarë kushte zakonisht qytetarët tanë jetojmë. Çfarë do thoni këtë drejtim që definitivisht ndalemi tani në problemet të cilat janë paralajmëruar si ose plane për afat shkurte, po ja që ende s'kemi rezultate. Pra, sa i përket listës pozitive, bëm komplet pjesën administrative kemi zvogluar, kemi digitalizuar komplet, pra nga momenti i parë, çdo proces ma tash është digital dhe ndjekim edhe procedurën administrative edhe kozgjatjen nga një hap në hapin tjetër. Momenti i dytë është që lista është në protokollet e reja që çdo 6 muaj dhe duhet të revidohet dhe duhet të futen ilaçe të reja dhe të hiqen ilaçe të cilët janë formula të vjetra dhe jo shumë cilësore. Pra, është një dinamik e cila punohet bashkë ndërmjet Mallmedit, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit, dhe këto grupe kanë takime javore, procesojnë dhe analizojnë çfarë ilaçe do të jenë edhe në listën pozitive. E dini që unë përpara një muaj gjys pata një pres konferencë që thash që në listën pozitive tani do të jenë edhe këto fllasterat për personat të cilët konsumojnë cigaret mund t'i lejnë këto, dohen këto flastera me nikotin që janë brenda. Do të kemi edhe ilaçe tjera të cilët janë në procedurë të fundit në ministri, pra është një dinamik e cila duhet gjithkohës të punohet, nuk është që mezi se usod edhe ligji për duhanin. Ku kemi mrinë këtë drejtim? Kemi diçka risi shkurtë? Pra, ligji për duhanin e dini që i kaloi procedurat në qeveri, tani është në procedurë parlamentare, ka kaluar faza e parë e leximit. Një kohë gjatë që desh derisa të gjeni, është ligj shumë i madh që e dini nga ana tjetër ne jemi shtet i cili edhe prodhojmë duhan. Pra do duhet të gjetë një ligj i cili do të jetë kompatibil me infrastrukturën, me ekonominë e shtetit dhe me shëndetin e qytetarit. Pra ligji jo rastësisht është ligj i cili sillet nga Ministria e Shëndetësisë, pra prioriteti ishte shëndeti i qytetarit, jo ekonomia dhe infrastruktura tjetër. Ky ligj definon tani të gjithë prodhimet të cilat kanë nikotin, jo vetëm këto tradicionale, jo vetëm cigaret tradicionale, por të gjithë edhe cigaret elektronike, edhe të gjitha këto kutit të cilat kanë nikotin, gjithashtu janë shumë të dëmshme. Pra i definojnë të gjitha. Kemi ndaluar që repsisht të pihet çdo lloj cigare në hapësira të mbyllura, nga bazikja deri ajo tradicionalja deri te këto modernet. Kështu që besoj që ky ligj do të ndikon pozitivisht, pasi që për fat keq mbi 45% të qytetarëve të shtetit janë duhanpirës aktiv. Kjo ndikon negativisht edhe në ekonominë e shtetit, diku mbi 5.3% të bruto prodhimit vendor neve harxojmë për trajtimin e smundjeve që lidhen me shëndetësinë, a lidhen me duhanin. Mos flasim të rrit të cilët tani ma trendje kanë këto cigaret elektronike dhe kështu me radhë. Vape madhe. Sigurisht se duhet Ministria e Shëndetësisë bën një plan se si do u del në ndihmë, domethënë qytetarëve që kanë nevojë tani në këto temperatura të larta për shërbime mjekësore, sidomos ato që janë urgjente, qofshin ato domethënë ndonjë sulm në tru, në zemër, po pse jo dhe lëndime në vendin e punës. Pastaj kemi ndeshje të shumta në komunikacion e kështu me radhë. Sa jeni ju si ministri e gatshme, si institucione shëndetësore publike të dilni në ndihmë pacientëve, sepse është rritë edhe numri i thirrjeve në ndihmën e shpejtë. Më besoni që ndihma e shpejtë, domethënë jo që nuk don, s'ma merr mendja që ndonjë mjek nuk don të viziton dikën që ka nevojë, po ja që thirrjet janë të shpeshta, nuk mund mbrin, se i dini ju kushtet në cilat funksionojnë. Pastaj ekipe nuk kemi të mjaftueshme. Thëm drejtën, nga këndvështrimi i qytetarëve nuk mund të lëvdrohemi se jemi në rregull, sidomos tani kur kemi nevojë shumë. Pritet jashtë zakonisht shumë, pastaj çdo spital, sidomos aty ku kryen domethënë edhe intervenime të ndryshme, kanë deficit në kuadër, jo vetëm që kanë kështu, po kanë edhe për shkak të pushimeve verore. Vetë ata çdo drejtor ka theksuar në këto studio të Provites se ne gjatë stinës së verës jemi këtu 24/7, por ama jo vetëm për rastet urgjente gjithsesi, por për ato raste që mund të presin, domethënë pacientët do të shtyhen, sepse edhe për shkak të kushteve, domethënë për shkak të temperaturave të larta, ca ndërhyrje kirurgjikale as që mund të bëhen, preferohet domethënë kur është më fllatë, përveç rasteve urgjente. Do thotë na pret sipas këndvështrimit të një qytetare, një hallakam kësaj avere. Si
dhe sa jeni të gatshëm të menaxhoni gjitha këto situata? Pra, jo vetëm qytetarët, se gjata pak po edhe gjithë shumë pyetje në një. Shëndetësore, edhe Ministria e Shëndetësisë, edhe qeveria jemi të vigjilent se ndihma e shpejtë duhet të riorganizohet. Jo rastësisht unë fola që tani veç është marrë vendim politik dhe ka kaluar në qeveri që të mund të bëhet institucion i pavarur dhe beson që pas këtij dokumenti që kalojnë në qeveri, çdo mjek i cili ka punuar apo e njeh problematikën e ndihmës së shpejtë tha, edhe pse është dashur kjo të bëhet përpara 30 viteve, për fat keq u bë pas 30 viteve, po shqyqyr që u bë. Mirë që u bë, po për momentin si keni paraparë? Për momentin bëjmë optimizim atë sa mundemi, pra ju vetë thatë që s'kemi sa duhet vetura, s'kemi sa duhet mjek, s'kemi sa duhet motra medicinale. Ndihma e shpejtë është e centralizuar, për fat keq Shkupi është shumë i madh, nëse flasim për Shkupin. Do duhet të ketë në disa qendra. Po s'do të thotë kjo që nuk mund të flasim edhe se e njëjta ndodhet në vende tjera, pra ky është realiteti dhe e dini që të zgjidhni një problem dhe duhet ta definoni problemin dhe pastaj ta zgjidhni problemin. Problemi është i definuar, ky është problemi, e dim kush janë sfidat, ato që mund t'i ballafaqojmë shpejt dhe të mund t'i anashkalojmë e kemi bërë, pra kemi riorganizuar grupet brenda, ekipet, pasi që në një ekip nuk ju duhet veç mjek, ju duhet motër medicinali, një shofer dhe një teknik. Pra këto ekipe duhet të punojnë, është bërë orari i tyre me qëllim që të mund të japin shërbim. A jepet shërbimi? Po jepet. A jepet në kohë reale? Jo s'jepet, për shkak se derisa shkon një vetur nga pika A në pikën B, sidomos edhe një potencion në kryeqytet, kërkon kohë. E dim që trafiku pastaj varet edhe nga periudha e ditës, mbrëmje, mëngjes e kështu me radhë. Nëse është ai piku i trafikut, gjithashtu ngarkohet tani ose kohëzgjatja është më e madhe për shkak të trafikut në qytet. Pra jemi vigjilent, ne kemi bërë edhe matje se sa ndihma e shpejtë për sa kohë jep shërbimin nga momenti kur e thritni deri në momentin që vjen aty dhe kush janë standardet, kemi kaluar kemi analizuar standardet në shtetet e vogla siç është Maqedonia, pra e kemi marrë Slovenin, për shkak se edhe të infrastrukturës, po edhe aty jemi me popullat. Pra është 1:4, koha, ndonjëherë edhe 1:5 kalon, koha sa shpejt jepet një shërbim i ndihmës së shpejtë në Sloveni dhe në Maqedoni, dohon më saktë në Shkup. Pra atje jepet dikundi, tash mos më kapni për fjalës, më duket 7-8 minuta ishte, te ne është dikundi mbi 30, varet nga periudha kohore kështu me radhë, ndonjëherë 25, ndonjëherë 35 bashkë. Kështu pra jemi larg të standardeve evropiane, ky është realiteti. Për momentin çfarë mund? Pra për momentin kjo është, me këto vetura që janë nga 30 vjet të vjetra, nga 25, me këto mjek të cilët janë të pakt në numër, me këto motra medicinale që atë sa janë, pra ky është organizim, nuk mund të bësh organizim tjetër për shkak se kaq është kapacitet. Minister, një nga punët e para që duheshte t'i bëni ishte parkingu. Ky problem akoma qëndron, nuk arritet ta bëni deri për këtë vit. Çfarë do thoni këtë drejtim? Nuk është e vërtet. Për shkak se flitni me Ministrinë e Shëndetësisë, pra parkingu... Minister, të keni parasysh se për shembull mund flas edhe nga këtë dëshimi qytetarëve, ne nuk po shohim si qytetarat. Është e vërtet që ju nuk e shihni si qytetar, po detyrën e ministrit unë kam bërë. Një farlloj ndërmjetësuese, ja. Më pyetni mua dhe unë duhet të përgjigjem për procesin të cilën kam mbaruar. Pra, Ministria e Shëndetësisë e filloi këtë proces dhe shumë vigjilent ishim që ka problem serioz që nuk është shëndetësor, po është në infrastrukturën shëndetësore dhe ne dham premtim që për 3 muaj do ta bëjmë këtë infrastrukturë për parkingun, doli që për fat keq, paramendoni me 30 vjet në shëndetësi nuk ka pasur elaborat për vendin atje dhe ka qenë gjithçka në të zezë dhe do duhet të bëjmë elaborate për çdo parcel brenda të kalojnë në qeveri 2 herë e kështu me radhë në fund që mos ta zgjas shumë. Ministria e Shëndetësisë do duhet të lidh kontratën jo me institucione private siç mundoheshin kolegët tjerë para prak, po me institucion shtetëror i cili për 15 vjet do të menaxhon parkingun e klinikës dhe do të jetë në përputhje me standardet që ne i kemi definuar. Pra, ne bëm këtë punë dhe ministri tani ma s'ka punë, ai parking tani ma nuk menaxhohet nga Ministria e Shëndetësisë, po menaxhohet nga qyteti i Shkupit. Pra,
e kemi lidhur kontratën, kontrata ka kaluar në qeveri për para 2 muaj e gjys, dueshte komuna, sepse edhe krejt në fund jemi të emisionit. Qyteti i Shkupit do dueshte të bënë rebalansin e buxhetit me qëllim që të vendos parat për garazhet në kate, por edhe për infrastrukturën kështu horizontale brenda, nëse nuk e ka hapur, unë kam qenë në rrugë e dini një javë për shkak të EU for Health, u dëgjova në telefon, më duket se veç edhe kam bërë, mund ta shihni online, më duket se veç është hapur tenderimi, sido që tjetë tani nuk është në ingerencat e ministrisë, është në ingerencat e qytetit të Shkupit, pra Ministri i Shëndetësisë ka kryer punën e parkingut, dhe duhet tani të implementon komuna, më falni, qyteti i Shkupit. Krejt për fund, Minister, çfarë mesazhi do i lini tani, do me thënë, si shikuesve, si mjekëve, personelit mjekësor, nga këndvështrimi i reformave apo në përgjithësi gjendjes aktuale në sektorin e shëndetësisë normal. Ti beson institucioneve shëndetësore në moment që do të hasë në diçka që mendon që nuk është në përputhje me protokollet, me rregullat, kemi mundësi, pra kjo ministri ka hapur kanalin për komunikim, do të jenë qytetarët më interaktiv me shëndetësinë, munden nëpërmjet web faqes së Ministrisë së Shëndetësisë të shkruajnë ndonjë ballafaqim që e kanë pasur brenda ditës me mjekun, me administratën, me pjesën klinike të dhënies së shërbimit, me gjithçka, ato mund të shënojnë, në mënyrë anonime mund ta bëjnë atë. Çdo javë, çdo të premte mund të vinë në kabinet dhe të takojnë me Ministrin e Shëndetësisë, pra këto janë format të cilët ne duhet ta ngrejmë shëndetësinë bashkë me qytetarët, pasi që shëndetësia është në shërbim të qytetarëve dhe qytetarët duhet të jenë vigjilentë dhe të na informojnë në kohë reale nëse diçka në shëndetësi nuk funksionon me qëllim që të përmirësohet apo të optimizohet diçka. Po. Minister, kjo është emisioni drejt për drejt i fundit, Provita, po kjo do të që edhe në muajin korrik ekipi i Provitës nuk dhe del në teren dhe ti shofë dhe më thënë këto problemet e lashe, po pse jo edhe këshilla, se nuk është puna vetëm gjejmë problemet, gjurmojmë problemet në institucione shëndetësore, po dhe të marim ca këshilla se si ti kalojmë këto probleme shëndetësore eventuale që mund t'i kemi gjatë stinës verës, sidomos si pasoj e temperaturave të larta, sepse ja tani paralemrohet edhe ulja e temperaturës, po paralemrohen edhe shira, vetime, kështu me radhë, bubullime, dhe mund t'jetë, do me thënë, një problem për ata që ndoshta janë më të dobët nga shëndeti. Po flitet se prej nesër, do me thënë, ndoshta edhe ndrohet Ministri i Shëndetësisë me rikonstruimin e qeverisë. A keni koment apo jo në këtë drejtim? Pra, nuk është që flitet, tani ma është kjo... Nuk e dim, po flitet, derisa nuk konsultare. E cila ka përfunduar. Si e komentoni ju këtë? Vleni pra si parti politike, tani ma ka hekur dorë nga Ministria e Shëndetësisë, nuk i takon ma Vlenit Ministria e Shëndetësisë, në përputhje me programin dhe prioritetet që Vleni ka definuar. Pra, tani prioritet ju ka dhënë ministrive të tjera, pra shëndetësisë nuk i ka dhënë prioritet dhe shëndetësia kalon tek VMRO-ja, automatikisht dhe ministrit duhet të ndrohet dhe të ketë tjetër, por ama punët që i kemi bërë, sistematizimin dhe format që i kemi dhënë një drejtim administrativ kësaj ministri, ju garantoj që kush e di kush të vjen pas këtij ministri do duhet të funksionon dhe të punon në bazë të strukturës administrative, të protokolleve, të aktiviteteve që i kemi lidhur edhe me strategjit, pra nuk mund t'ju largohen strategjive dhe unë edhe pas kësaj mbaj shpresë që gjitha ato punë që i thash deri tani do të vazhdohen të menaxhohen edhe nga ministri tjetër në shëndetësi, për shkak se shëndetësia është e jona, secili nga ne do të jemi një ditë pacient më herët apo më vonë dhe do duhet të ndikojmë dhe të japim kontribut që kjo shëndetësi vërtet jetë në përputhje të paktën të afrohet përputhjeve të standardeve evropiane. Pra, unë nuk e shoh veten në pjesën tjetër të digastereve, pasi që nuk jam profili cili mund t'jap vlera atje, do t'ja vlera në format të ndryshme. Unë asnjëherë nuk e kam lidhur dhënien e shërbimeve ndaj qytetarëve veç me një funksion. Funksionet unë çdo herë kam thënë dini vinë dhe shkojnë. Pra edhe ky funksion por për çdo rast do jeni këtë këndëpari që eventualisht nëse ka nevojë për ju sidomos në aspekt të digitalizimit dhe unë kam qenë në shërbim të qytetarëve dhe kur s'kam qenë ministër e dini që kam mentoruar mbi 50 startup kompani, profesor universitar, pra do të vazhdoj të jap kontribut në shoqëri
tani ma jo si minister, me su si ekspert në fushat të ndryshme, po gjithsesi edhe në politik, pasi që politika nuk është vetëm krimi i dhënia e shërbimeve kur ke funksion, po edhe kur nuk ke funksion, do duhet të jesh në shërbim të qytetarëve dhe në shërbim të ndrimit të sistemit në të mirë. Minister, ju faleminderit që ishte sot në studion e Provitës, me shpresë se do keni sukses në çdo fushë. Unë ju falenderoj edhe një herë, edhe për bashkëpunimin, po besoj se kur kemi nevojë do ju kemi prapë në studio. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Ndërkohë, normal se falendrimet shkojnë edhe në adresë të juaj, shikues të nderuar. Kaq për këtë emision të sotëm të fundit të drejt për drejt Provita. Ekipi i Provitës edhe gjatë muajit të ardhshëm do jetë në terren, ne do mundohemi që t'ju sjellim informacione nga mjek të ndryshëm e kështu me radhë, por për atë se çfarë krejt do të punojmë, do duhet qëndroni të na ndiqni edhe emisioni Provita, gjithsesi edhe programin ton. Faleminderit edhe një herë dhe miru pafshim të hënën e ardhshme.